Lidhja e problemit nuk mund të bëhet pa bindur njerëzit që merren me këtë lloj gjuetie. Kjo do t'jetë vështirë. Pas 3 ditësh në Pantanal, jaguarët i kam parë vetëm në fotografi dhe njëherë dëgjova sinjalin e tyre. Të shohësh një jaguar në habitatin e tij që nga shumë më e vështirë nga ç'mendoja. Por nesër më solli disa prova të reja shumë interesante. Shiko, Këto janë gjurmë të freskëta? po, jaguari po lëviz në këtë zonë. Ky është një jaguar pa radiotransmetues, edhe kjo është ajo që na intereson më shumë. Po. Kemi kontrolluar të gjithë zonën për të kapur ndonjë sinjal, por nuk gjetëm asnjë. Kjo tregon se jaguari është pa radiotransmetues. A mund ta dallosh sa i madh është dhe nëse është femër apo mashkull? Është një femër e rritur ose një mashkull i ri. Mendon se duhet jetë këtu afër? Me siguri, në këtë orë të ditës, duhet jetë duke u shlodhur poshtë ndonjë pemë, duke pritur që të freskohet edhe pak, në mënyrë që të dalë për të gjuajtur. Ka kaluar nga kjo anë, edhe këtu është futur në pyll. Këtu? Po është futur këtu, edhe këtu humbasim edhe gjurmë. Në tej nuk e ndjekim dot. E kuptoj. Gjurmët humbasin mes shkureve dhe jaguari ynë është zhdukur. Por Leandro nuk dorëzohet kaq lehtë. Kemi 2 lloj imituesish. Po. Kjo është bimore, është lëvorja e një fruti. Po, e shoh. Ndërsa kjo është bërë prej lëkure dhe prej druri. Të dyja shërbejnë për të riprodhuar zërin e jaguarit. Këta imitues janë një kurt i vjetër i gjaktarëve që i kanë përdorur për t'i tërhequr jaguarët pranë dhe për t'i vrarë. Por, a do të gënjehet jaguari nga imituesi tanë? Me rënien e muzgut, thirrjet tona më në fund morën një përgjigje. Është ajo. Edhe unë e dëgjova. Do ta përsërisim edhe 3-4 herë të tjera. Kjo është koha që prisnim. Muzgu është koha më e mirë. Po, kjo është koha më e mirë, sepse edhe në rrugë ka më pak lëvizje. A e dëgjon tani? Jo. E dëgjon. Këtu dhe atje. Tani jaguari po lëvizë dhe do të shohë se ç'po ndodh këtu. Meshkujt e bëjnë këtë lloj lëvizje, sidomos kur janë të uritur. Ata kontrollojnë zonën. Befas më erdhi ndërmend se të qëndrosh këtu në muzg, duke pritur jaguarin që mund të hidhet sipër në çdo moment, nuk është një ide edhe aq e mirë. Ne po qëndrojmë këtu dhe nuk kemi asnjë armë me vete. Ke armë ti? Jo. Ne po e tërheqim këtu jaguarin me imitues. A nuk është e rrezikshme kjo? Deri më sot nuk ka asnjë raport që të thotë se jaguarët kanë sulmuar ose kanë ngrënë njerëz. Mirë. Po të mos ishte kështu, unë nuk do të kisha dalë këtu. Tani ndihem pak më i sigurt. Nuk e dëgjuam jaguarin, por për Leandron edhe kaq mjaftonte. Për ditën time të fundit në Brazil, ai do të përdorë të gjitha metodat e tij për të organizuar një gjueti edhe për të kapur një jaguar. Është ora 5 e mëngjesit dhe pas pak do të nisemi për një gjueti jaguarësh në mes të Brazilit. Se kam idenë si përfundova këtu. Para pak orësh ishim në qendër të një qyteti, morëm vetëm disa kthesa dhe përfunduam këtu. Kam shpresë se ti do të na gjesh një jaguar.
Kjo është dita ime e fundit në Brazil dhe përpjekja ime e fundit për të parë një jaguar në natyrë. Leandro ka organizuar një gjueti, jo për të vrarë, por për të kapur një jaguar dhe për t'i vendosur një radiotransmetues. Kemi dërguar 5 fermer në drejtime të ndryshme për të kërkuar gjurmë. Por ndërsa ecim në rrugën që kanë marrë fermerët, ne do të kërkojmë gjurmë edhe vetë. Do të jetë më mirë të gjejmë gjurmë të freskëta, sepse ka shumë lagështirë, edhe qentë nuhasin më mirë në këto kushte. Pas gjysmë ore, çdo mundësi për të gjetur gjurmë mori fund, për shkak të fenomenit më të zakonshëm në Pantanal. Kelloi një shirë mbyer dhe u detyruam të linim çdo gjë në mes, po përsëritej e njëjta gjë. Nuk besoj se I keni lënë me frenadore. Jo. Fillova të humbisja çdo shpresë kur papritur pash Berton. Mu duke çuditshme që po shija një vrasës veteran jaguarësh në të njëjtin grup me mbrojtësit e jaguarëve. Por ja që nuk mund të dalësh në gjueti pa pasur një gjehtar me vete. Si është puna, Roberto? Shoh që je I shqetësuar. I shqetësuar? Po, ne kemi ndaluar në vend, ndërsa jaguari vazhdon të ecë. Po lëviz rreth e rrotull? Po ecën edhe... Por ajo që doja të dija ishte se çfarë duhet të bëja nëse e shija veten përballë një jaguari mes të pyllit. Mund ta shoh në sy apo jo? Jo, nuk duhet ta shohësh. Kur? Kur? Sepse ti nuk je gjatar dhe nëse të sulmon nuk di çfarë të bësh. Jo. Ndërsa unë e di. Pra duhet ul syt. Ta zëm nëse është aty. Ti shikon kështu. Hidhi një sy të shpejt edhe shikon nga ana tjetër. Pra ai të shikon në sy? Po, të shikon kështu. Po. Edhe me luanin duhet të bësh të njëjtin gjë. Edhe me leopardin. Me leopardin? Po. Edhe me vjedullën duhet të bërë e njëjta gjë. Nuk duhet parë në sy. Kur ta shohësh, nuk duhet ta shohësh në sy. Duhet I heqësh syt më njëherë. Ashtu bravo. Vamos fazer o quê? Gjithashtu ai ka më shumë përvojë në ndjekjen e jaguarëve. Plus që ai ka edhe makinën më të mirë. Pastaj morëm një telefonat nga një prej fermerëve. Ata kishin gjetur më në fund gjurmë të freskëta. U nisëm që të shkonim aty sa më shpejt para se gjurmët të fshiheshin nga shiu. Ja, ti shikon gjurmët? Jo atje. Ajo është gjurmë e qenit. Kjo këtu, shikoj. Këtu janë dy gjurmë të mëdha shumë të freskëta. Very fresh. Ai po I jep komandat qenit. Fishkëllen edhe I tregon gjurmët në mënyrë që t'i ndjek. Po, po. Ky është një moment shumë emocionues. Tani më duket se e gjetëm. Qeni e ka nuhatur. Qenë e nuhatën. Më në fund. Dogs have picked up the scent. This is great. Fantastic. Berto nis me qenë e tij për të ndjekur jaguarin. Ne na mbetej vetëm ta ndiqnim, por se dinim nga cila anë kishte shkuar. Beto, eu vou tocar corneta, me fala o rumo, ouviu? Nuk e dim se nga ka shkuar, po përpiqemi ta gjejmë.
Atje 10 metra lart në pemë pas jaguarin tim të parë në natyrë. Ishte një femër e madhe që po më shihte në sy. Është fantastike. Kafsha më e bukur që kam parë deri më sot. Po dridhem nga emocioni. Për arsye sigurie, ju lutem të gjithëve të largoheni pak, sepse kur ta qelloj me shigjet, ajo do të gërsohet edhe mund të na hidhet. Nuk po e shoh. Nuk po e shoh. Goditja e përsosur. Pas 5 minutash, atë do ta zërë gjumë. Vetëm se ka një problem. Si do ta ulim nga pema atë jaguar, pa ndihmën e një zerë fikseje. Tricky problem. I have to try and get up. Put a rope around the Është punë e vështirë. lower it down. Do të përpiqemi ta lidhim me një litar dhe ta ulim poshtë me një rrjet para se të zgjohet. Quite amazing. Kjo është një pamje e pabesueshme. Është shumë e bukur. Markings as well. Gëzofin e ka pak më të errët nga ç'mendoja. Edhe kokën e ka shumë më të madhe. Lot more. Janë të paktat e njerëz që kanë rastin të shohin një pamje të tillë dhe të marrin pjesë në një gjueti si kjo. Hunt like this. Tutta la di cachorro. E aí ficou. Adrenaline rush. Ndjej adrenalinën në trup. Ky është emocioni i gjuetisë. Është ai instinkti njerëzor që të mbërthen kur jep pjesë një grupi dhe ndjek një kafsh në përpyll. In motion. Tani e kuptoj pse gjuetia është një pasion kaq i madh. Of you charging through a forest after an animal. Mos e shiko në sy. Tops like it. Do t'ju bjerë sipër. Shkoni pak më mbrapa. Llogariteni që të bjerë në mes të rjetës. Tem marrone pescoço. Pescoço. Passa por aí. Është e pabesueshme që jam kaq afër një jaguari. Vou pegar na rede, Miguel. Vai cair na rede? He's gonna fall on you. Just go backwards. So just catch the spotted thing. Cap this spotted thing, avoid the other. Right. Vai, desce mais rápido um pouquinho, mais rápido. Mais rápido um pouquinho, mais rápido. Vai. Vai. Puxa a cabeça pra lá, o Binho levanta. Bill, roupa. Líder. A mão. Cintura, gente. Não tá. Grande. Não, vou filmar a corda aqui, ó. Është një emocion i papërshkrueshëm. Amazing, but it's Kjo është një kafshë tepër e fuqishme. jaguar. Mjafton të shohësh sa të mëdha i ka putra. Size of the paws. Huge, powerful thing. Look at that. Ekipi Leonardos e transformoi këtë pjesë të pyllit në një spital fushor. Ata kanë më pak se një orë kohë për t'i bërë jaguarit një kontroll të plotë shëndetësor para se ai të zgjohet. 35, 47. 82 kg. Një trup i madh për një femër. Size for a female. Vamos tamanho bom. Merret çdo mas që jaguarit mos ketë asnjë shqetësim. Femërës i mbyllin edhe sytë që të mos i thahen lëngjet brenda tyre. Mas no qual que é o quebrado dela? Que eu já não sei. A i dallon ti se sa vjeç është? A good guess would be something around. Them se duhet jetë 7 ose 8 vjeç. Ky është jaguari i nënt që Leonardo ka kapur dhe kjo i jep një mundësi të rrallë për ta studiuar nga afër. Ekipi po i bën jaguarit të gjitha matjet e nevojshme për studim, veshët, këmbët dhe kokën, për të krijuar një bazë të plotë dhe anash mbi jaguarin, i cili do të monitorohet nëpërmjet radios për të gjithë jetën e tij. On this jaguar, so then they can monitor it for the rest of its life. 2 meters and 8 centimeters. Kampionet e gjakut do të bëjnë të mundur edhe analizën gjenetike, edhe do t'japin një informacion të vlefshëm për specien. Çdo hollësi e lidhur me të është tepër e rëndësishme për studimin. Pas ka një plesh në vesh. Besoj se do ta merrni edhe këtë apo jo? Twist. Po, tërhiqe dhe fute këtu. Faleminderit.
Jaguari ishte I shëndetshëm përveç faktit që I mungon të një dhëmb qeni, gjë që konsiderohet si një humbje e madhe për një grabitqar. A është I infektuar? Mos e prek. Urime. Në fakt nuk duhet ndërhyrë në jetën e tyre natyrale, por megjithatë unë do t'i vendos diçka për t'ia pastruar. Shikoni, atje brenda pas ka edhe krimba. Nga jo vrim vjen erë shumë e keqe. Shumë mirë. Tani shtrija kokën. Bill, Po, është pjesë e traditës sonë, që kur I vëm radiotransmetues një kafshë, I vendosim edhe një emër. Ai që I vë emrin dhe qaforen, ka përgjegjësi dhe ndjek jetën e asaj kafshë deri në fund. Kjo bëhet në kuadrin e programit të mbrojtjes së specieve. po sikur ta quaj Mona Lisa. Mona Lisa. Po, sepse sytë e saj të ndjekin nga do që të shkosh. Shumë mirë. Atëre vërja qafore. Faleminderit, është një nder I madh për mua. Që sot kjo mace quhet Mona Lisa. Punon. Është në rregull. Që tani e tutje nëpërmjet këtij sinjali do të dim çdo gjë për të. Çdo gjë, e vendet ku shkon, me çfarë ushqehet. Të gjitha vetëm me këtë sinjal. Urime. Faleminderit të gjithëve. Kjo ishte fantastike. Shumë faleminderit. Je I kënaqur tani. Shumë. Ishte një nga përvojat më të bukura të jetës time. Do të jetë e paharrueshme. Kjo ishte hera e parë për mua, por ishte hera e parë edhe për Berton. Është diçka shumë interesante të shohësh dikë si Berto, teksa pozon pranë Jaguarit, tashmë për ta mbrojtur, ndërkohë që deri dje ka vrarë. Dhe kjo është ajo që po ndodh këtu. Ndryshimi ka filluar. Leandro sot mori me vete gjithë këta djem për ta jetuar së bashku këtë moment. Ky është një moment triumfi. Të bësh një foto pranë një Jaguari, që do të zgjohet pas pak, ndërkohë që deri para pak kohësh pozohej pranë Jaguarit të vrarë. Ky është një moment shumë emocionues. Tani duhet largohemi sepse pas pak ai do të zgjohet. Çdo zhurmë, sa do të vogël që bëjmë, e përshpejton zgjimin e tij, prandaj është më mirë të largohemi pa bërë zhurmë.